Vlora qel zyrtarisht sezonin turistik, njësër aktivitetesh sipas nënkryetares së Bashkisë së Vlorës, Irena Toshkallari, janë parashikuar të zhvillohen për gjatë 2 ditëve në vazhdim. Aktivitetet si sportive, kulturore dhe festive sipas Toshkallarit kanë nisur pak ditë më parë dhe po vazhdojnë. Qëllimi i aktiviteteve të tilla sipas nënkryetares së Bashkisë është të përfshin çdo moshë dhe ta kthejnë Vlorën në epiqendrën e festimeve. Toshkallari tregon se moti i përkeqësuar ka ndikuar sigurisht në zhvillimin e tyre, por pritshmëritë janë që qyteti të përjetojë një festë të vërtetë. Qysh prej fillimit të majit ka nisur një sër aktivitetesh të cilat kanë qenë gjithëpërfshirëse, duke përfshirë si të rinj, duke përfshirë grup mosha të ndryshme, duke përfshirë artistët, sportin, kulturën. Qëllimi ka qenë që të kishte një sër larmishmëri dhe të diversifikuar në mënyrë të tillë që gjithë secili të gjejë veten në aktivitete të ndryshme. Ndërkohë që tani zyrtarisht, ditën e sotme dhe të nesërme janë 2 aktivitetet kryesore ku janë koncertet e mëdha, njëkohësisht dhe në spotet e caktuara të qytetit ka aktivitete sportive. Aktualisht jemi këtu në zonën e plazhit të ri, sikurse mund të shikoni janë një sër disiplinash nga grup mosha të ndryshme, nga qendra kulturore e fëmijëve, nga pallati i sportit, nga ekipet sportive kokshi nëpër shkolla, pra një sër aktivitetesh dhe mbështetje njëkohësisht nga prindrit dhe fëmijët e këtyre grupeve. Mbrëmja do të pasojë me një panair të produkteve lokale dhe artizanale për të vijuar më tej me teatrin e kuklave dhe në koncertin e madh që do të fillojë prej orës 8 deri në mbrëmje në orët e vona të mbrëmjes dhe për të vijuar më tej ditën e nesërme, po ashtu me emra të tjerë të rëndësishëm të kulturës. Ne kishim planifikuar që ditën e premte të ishte dita e parë që do të bëjë aktivitet i madh. U detyruam që të shtyjmë me një ditë aktivitetin, duke ndërprerë njëkohësisht dhe aktivitete sportive, se sikurse jeni në ndjeni kanë filluar që prej ditëve të para të javës aktivitetet sportive në plazhin e ri dhe në hospote të ndryshme të qytetit. U detyruam të ndërprenim, por sikurse janë vlonjatët, rikthehemi sërish dhe me një atmosferë akoma më të fuqishme. Sipas Toshkallarit, pritshmëritë për sezonin turistik janë pozitive. Nga raportimet me operatorët turistik, Irena Toshkallari tregon se pritet një bum turistësh, duke thyer shifrat e viteve të kaluara. Sipas saj, qëllimi i Bashkisë së Vlorës është të qëndrojë pranë dhe në mbështetje çdo tur operatori, duke bërë që ata të ndihen komod për pritjen e turistëve të shumtë. Faktikisht, ashtu sikurse ka përmendur dhe kryetaria e bashkisë, qëllimi është mos kemi një ditë veçantë ku ne themi sot çelim sezonin turistik. Shtrirja dhe zgjerimi i tij është objektivi i Bashkisë Vlorë dhe titullares të institucionit. Megjithatë, bindur nga koha, bindur nga diskutimet që kemi pasur me operatorët turistik, ky sezon turistik do të jetë edhe më premtues. Shpresojmë objektivi jonë është të jemi mbështetje institucionale për të gjithë operatorët turistik në mënyrë të tillë që ata të rinë objektivat e tyre. Për 2 ditë me radhë, festimet për çeljen e sezonit turistik do të kulmojnë me 2 koncerte festive me emrat MNZ të muzikës.